Trafik i rënduar në qafbot, qindra mjete në pritje në kufi, kështu kanë vijuar dhe sot radhët e gjata të automjeteve në pikën e kalimit kufitar të qafbotës, ku situata paraqitet e rënduar veçanërisht në drejtim të hyrjes në Greqi. Sipas të dhënave nga pika kufitare, vonesat kryesore janë krijuar për shkak të ritmit të ngadaltë të përpunimit nga pala greke, ku aktualisht puna po kryhet vetëm me 2 sportele. Në anën shqiptare, ndërkohë, shërbimi vijon me 4 deri 5 sportele, duke bërë të mundur një përpunim më të shpejtë të mjeteve dhe udhëtarëve. Në shesh pushimin pranë qafbotës, për momentin raportohet se janë në pritje rreth 500 automjete. Radha e mjeteve që vjen nga pala greke është e konsiderueshme dhe shtrihet deri në afërsi të pikës së kalimit kufitar në anën shqiptare. Situata ka nisur të rëndohet prej orëve të para të mëngjesit, që nga ora 5 së hënës, kur ka nisur puna në pikën kufitare të qafbotës, e deri në këto momente llogaritet që përmes kësaj pike të kenë kaluar në hyrje dhe dalje rreth 3000 persona. Fluksi i lartë i udhëtarëve dhe automjeteve lidhet edhe me sezonin turistik dhe lëvizjet e shumta të qytetarëve në këtë periudhë. Pritjet e gjata po shkaktojnë vështirësi për drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët, të cilët detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në radhë. Ndërkohë, puna me një numër më të kufizuar sportelesh nga pala greke po ndikon drejt për drejt në krijimin dhe zgjatjen e kolonës. Situata mbetet në zhvillim, ndërsa pritet që në vijim të merren masa për përshpejtimin e procedurave.